dhe të ardhura ka grumbulluar arka e shtetit, jo xhiro e gjithë bizneseve. Po taksa dhe të ardhura ka grumbulluar taksa e shtetit nëse ky event ndodh në mënyrë dinjitoze siç ne po punojmë që të ndodh. Dhe në rast e pastaj do jetë që ne kemi harxuar duke ndihmuar më pak se çdo arkëtojmë në arkat e taksapaguesve tanë, mos më thoni pastaj që morëm paratë e taksapaguesve, se i kemi shumuar ato. Bilancet. Dhe nëse doni, unë kam nxjerr këtu, nëse doni ta pjesoni për ndonjë skeptik fare, kjo që po ne po harxojmë 0.4 euro për çdo pensionist nëse do ndikonte ke pensioni i tij këtë muaj. Kjo që po ndodh 0.4 euro për çdo pensionist në pensionin e tij. Kjo është 1.6 euro nëse do e pjesoni me 2.4 milion banor. Si keni llogaritur këtë? E kam llogaritur duke marrë masën e pensionistëve, duke marrë pensionin e tij mujor të mesatares tij. Parat a janë nga rezerva e buxhetit shtetit? Jo, unë vi t'ju them, sikur këto parat ishin marrë pensionistëve, do dakord, të kushtonin në pensionin e këtij muaji. Jo, shumë, e pjesëtuar. E kam shumë të qartë për pyetja se keni se neve këto para nuk i morëm nga fondi rezerv, po ja morëm siç thon këta, ja vodhëm pensionistëve. Neve po themi që pensionistët do i binte tek secilit 0.4 euro. E mora me euro me që koncerti u fol që ishte me euro. Tani, 1.6 euro i pas kemi vjedhur ne çdo shqiptari, çdo njeri nga 2.4 milion shqiptarët. Sikur të shumë ta pjestojmë me numrin e banorëve tanë. Kjo që është 0.01 e PPB-s tonë. Po dakor, pra ju po vendosni përballë 4 milionshit eurove 0.06. Bëhet fjalë për 4 milion euro se sa dhe si për pristimi. Unë jam duke thënë tjetër. Jo, kuptova shumë drejt. Unë po them që individualisht kjo duket asgjë, është asgjë dhe nuk ka për të kushtuar askujt asgjë individualisht. Kjo shumë individualisht nuk ka dëmtuar askënd. Por ama kjo shumë nëse do mungonte për këtë event, nëse ne do të turproheshim dhe në ky event do na turpronte si vend dhe nuk do bëheshte për motive të një kostoje të paparashikuar, të një nevoje të paparashikuar, po edhe të situatës dhe atmosferës, atëherë kjo dëmi që do psonim do ishte shumë i madh. Njerëzit duhet ta kuptojnë që nëse ne kemi dhënë 4 dhe marrim më shumë nga taksat që sjell dhe gjeneron ky aktivitet, neve jo vetëm jemi në rregull me buxhetin, por jemi në rregull edhe me ata që këta thonë që u kemi marrë lekët, onkologjiku, spitali e tjerë. Edhe fundit fare fjalia fundit, ministri i turizmit të një vendi së çdo gonxha me koncertin. Ministri i turizmit të një vendi nuk mund të bëjë turizëm që ti marri turistët nga avioni, ti zbresi, ti hypin e autobusit dhe çojnë për spitale. Dhe ne ti themi atyre do vizitojmë ca pavion. Turistët do vinë nga jashtë për një 10-12 vjet derisa ne ti mbarojmë të gjitha stallat e pavionet dhe gjithë gjërat, deri ke dentisti. Kupton, si do bëjmë ne me këtë gjë? Si do e zhvillojmë turizmin? Çfarë do i tregojmë në turizëm? Do i themi që një 7-8 vjet jemi duke bërë, ne do t'i bëjmë të gjitha njëkohësisht. Ne do bëjmë që në njëkohësisht të shtojmë buxhete kudo, ne do bëjmë që të shtojmë të ardhurat, ne do bëjmë që njerëzit të vinë në Shqipëri sa më shumë turistë. E fundit fare që ta dish si lajm, është qershori i si vjeçëm, nga qershori i vjeçëm, po e them këtu para gjysore e patës të dhënë, është me një rritje vetëm 1% Është hera e parë këtë vit. Për shkak të situatës? Po, prandaj kur kemi dalë dhe kemi thënë kujdes, u mor me shumë humor ky muhabet dhe u mor edhe shumë lehtë. Jo po kemi më shumë turistë se po vinë për protestat. Jo po këto të protestave që po vinë do na rrisin numrat. Nuk është kështu. Jemi në muajin më të keq. Pra ka ndikuar që situata. Ndërkohë që filluam nga pak përqind dhe shkuam me shifër 2 fishe dhe shkuam në nivelin më të lartë në maj, kemi një rënje të menjëhershme komplet në qershor me pak më shumë se 1%. Faleminderit. Dhe kjo është një tjetër gjë që vërteton ato që ne kemi thënë. Mos lozim me lokomotivën e ekonomisë vendit që është turizmi. Dhe ky koncert dhe kjo ngjarje është më së pari turizëm. Është më së pari turizëm. Po lozim edhe me këtë ngjarje do thotë që ne duam t'i vëmë kazmën ekonomisë vendit tonë, ne duam që të ulim dhe të shkojmë dhe me minus në turizëm, për çfarë po e bëjmë të?